Për sot për sjell bukë shtëpie për sanduiç në formë katrore të mbushur me mish pule, një shije që s'mund t'i rezistojë askush. Ruajini këtë recetë dhe ndajeni me të tjerët. Fillimisht përgatisim brumin në një enë të thellë, hedhim majën e bukës, shtojmë ujë në vakët, e lëm të aktivizohet për 10 minuta, shtojmë kripën, sheqerin, vajin e ullirit, qumështin, hedhim mielin gradualisht, brumin e punuar e mbështjellim dhe e lëm të dyfishohet për 1 orë. Pas 1 ore brumin e shtrim në një petë të vetme, e prejmë në forma katrore, i kalojmë në tepsi me letër pjekje, i lyem me vaj ulliri të përzier me spezjegës të bluar dhe majtanos të thatë. Si përvendosim domatet e vogla, ullin dhe parmezan. Pjekja bëhet në temperaturë 200 gradë për 25 deri në 30 minuta. Për mbushjen, fillimisht mishin e kam zier vetëm me krip, e ndajmë në fije në këtë mënyrë, shtojmë përbërësit e tjerë me radhë, por kur përdorni këtë salsë nga deroni, nuk keni nevojë të përdorni majonez apo mustardë. Mbushjen mund ta bëni sipas dëshirës, mund të shtoni sallatë gjelbër të trangu i turshi.